تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. E gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo mëjet, ne nuk dim asgjë posa sa që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me mësimet e librit Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Umma, mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, të autorit, djetarit kolosal, Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, i cili ka vdekur në vitin 1420 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, djetarët tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi të mësimi i 6 prej këtyre mësimeve të rëndësishme të këtij libri të dobishëm, ku ka thënë autori rahimahullah, ad-darsu s-sadis shurutu s-salah. Shurutu s-salah wa hiya 9. Domethënë mësimi i 6 që janë kushtet e namazit. Dhe kushtet e namazit janë 9. Ka thënë al-islam wal-aql wat-tamyiz wa raf'u al-hadath wa izalatu an-najasa wa satru al-awra wa dukhulu al-waqt wa istiqbalu al-qibla wa an-niyya. Këto janë 9 kushtet e namazit që janë islami, domethënë të jetë musliman, mençuria, mosha e dallimit, largimi i gjendjes së papastërtisë, largimi i fllitësirës, mbulimi i auretit, hyrja e kohës, kthimi ka kibla dhe niyeti. Pra këtu, siç e shohim, autori rahimahullah pasi foli për shtyllat, domethënë sqarim për fen, për ta kuptuar fen, çka është Islami dhe cilat janë nivelet e fesë, domethënë niveli Islam dhe shtyllat e Islamit, iman me shtyllat e imanit, ihsan me shtyllën e tij, dhe foli për çështjen e tauhidit, për njohjen e tauhidit, ndarjen e tij, llojet e tij ose pjesët e tij dhe shirkun, realitetin e shirkut dhe llojet e shirkut. Edhe kjo është çështja më e rëndësishme që duhet muslimani me do e mos ta di, edhe ka obligim, nuk ka arsyetim të mos e di këtë. Pastaj kalon në atë që është më e rëndësishme nga të gjitha veprat, më thënë në namazin. Më thënë pasi u kryen shtyllat e Islamit, edhe shtyllat e imanit dhe ihsani, sqarimi i tauhidit, sqarimi i shirkut, atëherë kalojmë te shtylla e dytë e Islamit, që është shtylla më e rëndësishme prej atyre që janë vepra. Do të thënë shtylla më e rëndësishme është namazi, pas shahadetit, do thotë është çështja më e rëndësishme e robit. Prandaj ai i cili e ruan namazin edhe e fal si duhet, ai do thotë e ka ruajtur fen. Ai që e humb namazin edhe nuk është i kujdesshëm, e ka humbur gjithë fen e tij. Prandaj në ditën e gjykimit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë për të cilën do të merret në llogari robi, do të thënë prej veprave, është namazi. Nëse me të kalon mirë, do të thënë edhe me vepra tjera kalon mirë. Do thotë se veprat tjera i pranohen dhe
i merr shpërblimet edhe ka falje për gjunahet tjera që ka mundësi t'i ketë bërë, kurse nëse kalon keq me namazin, atëherë me veprat tjera dhe më keq. Do të thënë veprat e mira nuk i pranohen, edhe nuk ka falje për ta. Dhe treguam se një prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë rëndësinë e namazit, dhe ato janë të shumta, është që ka thënë kush kujdeset për namazin ka argument, do të thënë ka argument para Allahut se ka qenë musliman, edhe ka dritë dhe ka shpëtim. Kurse ai i cili nuk e fal namazin, thot nuk ka argument, nuk ka dritë dhe nuk ka shpëtim për të në ditën e gjykimit. Dhe ai në atë ditë është me kokat e kufrit, me Faraonin, Hamanin, Karunin edhe Ubej ibn Khalef. Namazi është obligimi i parë në Islam. Do të thënë prej veprave e para që është bërë obligim është namazi. Pastaj kanë pasuar të tjerat. Pas imanit, do të thënë, gjëja e parë që është bërë obligim është falja e namazit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se namazi është gjëja e fundit që humb prej fesë. Edhe kur ka treguar për ndodhitë edhe dobësimin e muslimanëve më vonë, do të thënë pjesa e fundit e fesë që ka humb është namazi. Dhe këto hadithe do thotë japin të kuptojmë një çështje shumë me rëndësi, që do të thënë pasi thuhet se pika e fundit e fesë që humb te njeriu, do të thënë pasi i kanë humbur, do të thënë shumë çështje prej moralit, prej sjelljeve të mirë, prej sjelljes të mirë me prindrit e kështu me radhë, ose disa obligime të fesë, ose ka shkelur harame e kështu me radhë, do të thënë ka shku duke u dobësu feja. Dhe e fundit që i humb prej fesë është namazi. Dhe nuk është feja e njeriu, feja e muslimanit, nuk është fe e sakt, e drejt, e plot, pa faljen e namazit. Dhe asgjë prej veprave të tij nuk është e mirë, nëse nuk e ka fal namazin. Dhe morali i tij gjithashtu nuk është moral i drejt ose moral i lartë pa namaz. Kur ta kryej namazin sipas asaj që ka urdhëruar Allahu, do të thënë me akide të pastër, me besim të drejtë, dhe duke e bërë ibadetin e sakt, namazin, do të thënë që ta ketë të kushtuar pastër vetëm për Allahun dhe të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë përmirësohen gjitha çështjet e fesë së tij. Tani namazi, si dhe çdo vepër tjetër, me do e mos duhet të plotësoj kushte. Edhe ato kushte, do të thënë që paraprin para veprës. Nëse ato kushte janë të plotësuara, atëherë kur të kryhet namazi është valid. Kurse kur mungojnë ato kushte, do thotë namazi nuk është valid. Dhe ky mësim, do të thënë mësimi i 6 flet për kushtet e namazit. Ose arabisht është shumë si shurut i fjalës shart, që do të thonë, pra e përkthejmë kusht, mirëpo gjuhësisht në gjuhën arabe do të thonë shenjë, do thot fjala shart, do të thonë shenjë, ose demek simbol i një gjëje. Por do të thotë ky është kuptimi gjuhësor, kurse në terminologjinë e shariatit ose usulul fiqhut, shart i thuhet, pra definicioni është arabisht ma yalzamu min adamihi al-adam, wala yalzamu min wujudihi al-wujudu aw al-adam. Do të thonë ta përkthejmë edhe shpresojmë ta kuptojmë mirë, çka do thot kusht? Kusht është një gjë që nëse mungon, patjetër, do të thënë domosdoshëm e sjell mungesën e veprës. Dhe nëse është e pranishme, nuk është domosdoshëm që të jetë vepra e pranishme ose të mungojë. Çka do thot? Ta marrim një prej kushteve të namazit, që është avdesi. Do thot nëse mungon avdesi, do të thonë domosdoshëm mungon namazi. Nuk ka mundësi, edhe nëse e fal edhe qëndron gjithë ditën ose gjithë natën në namaz, pa avdes, do të thonë, pra mungesa e kushtit sjell domosdoshëm mungesën e asaj veprës në të cilën është kusht. Por prania e kushtit nuk e sjell domosdoshëm praninë ose mungesën. Pra nuk varet kur merr njeriu avdes.
A thuhet se e ka kry namazin? Nuk e ka kry, duhet atëherë t'i plotësoj edhe kushtet tjera, pastaj të hyjë në namaz edhe t'i plotësoj shtyllat e namazit, edhe ta kryej namazin. Do të thonë, vetëm fakti që është me avdes, do thotë, kjo nuk t'jep të konkludosh a e ka bërë namazin ose nuk e ka bërë. Do thotë, ka mundësi edhe mos ketë marrë avdes për namaz, mundet për diçka tjetër. Për këtë shkak, pra e kuptojmë se kusht është ajo që nëse mungon vepra, që është e kushtzuar. Nëse është e pranishme, nuk do të thotë domosdoshëm që vepra është e pranishme. Duhet pastaj të plotësohet vepra, më vonë. Namazi ka kushte dhe pastaj ka shtylla dhe ka obligime, edhe ka vepra të preferuara që bëhen brenda namazit. Në fillim, ka filluar autori rahimahullah me kushtet, sepse kushtet janë para namazit, ose, si që thuhet, kushtet janë jashtë namazit. Pastaj, brenda namazit janë shtyllat. Edhe, për ta kuptuar edhe më shumë definicionin e kushtit, do ta themi edhe definicionin e shtyllës, që do të vi prap, inshallah, kur të flasim për shtyllat e namazit. Shtylla e kanë dhënë definicionin që prej mungesës së saj, domosdoshëm vjen mungesa e veprës. Dhe prej pranisë së saj, domosdoshëm vjen prania. Do thotë, nëse shtyllat, mungon një shtyllë, do të thonë ajo vepër nuk është. Nëse, për shembull, ta marrim rukun ose tekbirin fillestar, që është shtylla e namazit, nëse nuk e bën njeriu tekbirin fillestar, gjitha tjerat nëse i bën, do të thonë, domosdoshëm është se nuk ekziston namazi, do të thonë nuk është i vlefshëm. Por nëse i plotëson të gjitha shtyllat, do të thonë atëherë e ka plotësuar namazin. Do thotë ky është dallimi mes kushtit dhe shtyllës. Që do të thotë se kushti është jashtë, kurse ose paraprin, do të thonë kushtet duhet plotësohen para fillimit namazit. Kurse shtyllat janë brenda namazit. Kushtet i ka përmendur këtu autori rahimahullah, janë 9. 3 kushtet e para janë kushte për secilën vepër, si do ta sqarojmë. Pastaj kushtet tjera janë të veçanta për namazin. Kushti i parë është Islam, el-Islam. Ka thënë që do thotë e kundërta e kufrit. Do të thonë kur njeriu është në kufër, pra nuk ka mundësi që të jetë namazi i tij valid. Do thotë patjetër kushtzohet për të pranuar një vepër që njeriu të jetë musliman para se ta bëjë atë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin." Do të thonë ai që e mohon imanin, veprat e tij janë të azgjësuara. Do të thonë pa marrë parasysh çfarë vepre ka bërë, nuk pranohet dhe në ahiret është prej të humbërve. Dhe ka thënë Allahu: "Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr." Do thotë nuk u takon mushrikëve që t'i mbushin xhamit e Allahut, do të thonë, ose të falen, do të thonë, në xhami, përderisa ata dëshmojnë për vete se janë në kufër. Dhe ka thënë: "Ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun." Do thënë veprat e tyre janë të azgjësuara dhe ata janë përgjithmonë në xhehenem. Gjithashtu ka thënë Allahu: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Do të thonë të shpallur ty edhe atyre që kanë qenë para teje, që nëse bën shirk, atëherë të azgjësohen të gjitha veprat dhe do të jesh prej të humburve. Gjithashtu ka thënë Allahu: "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Do të thonë i morëm gjitha veprat që i kanë bërë ata dhe i bëm pluhur të shkapërderdhur. Do thotë, pra me kufër nuk pranohet asnjë vepër. Edhe prandaj kushti i parë për secilën vepër është që njeriu të jetë në Islam. Do të thonë, prandaj për mosbesimtarin nuk i kërkohet që të falet. Nuk i kërkohet në dunja që të falet. E kundërta me haramet, do të thënë i kërkohet mosbesimtarit gjithashtu që
të largohet prej haramit, edhe ndalohet prej asaj që është haram. Por ato që janë obligime, nuk i kërkohen t'i bëj, se nëse i bën, nuk kanë vlerë, nuk janë valide. Por në ahiret, pyetet edhe merret në llogari, edhe për kufrin dhe shirkun që ka pas, edhe për ato obligime të cilat nuk i ka kryer, edhe për haramet që i ka bërë, domethënë, pra llogaritet për secilin çështje të shariatit. Pastaj kushti i dytë është el-aql, domethënë mençuria, që është e kundërta e çmendurisë. Do thotë që i çmenduri nuk i pranohet atij asnjë vepër. Domethënë nëse është që nuk ka vetdije, nuk i pranohet asnjë vepër. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalatha. Domethënë lapsi është ngritur, që domethënë nuk shkruan asnjë vepër për 3 veta. Edhe një prej tyre ka thënë al-majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yufiq. Domethënë i çmenduri, do thotë i cili nuk ka mend ose nuk ka logjik dhe vetdije, derisa nëse shërohet. Domethënë kur është i çmendur dikush, nuk i pranohet asnjë vepër dhe nuk obligohet me asnjë obligim, edhe nuk i shkruan lapsi asnjë mëkat, derisa ti largohet kjo gjendje dhe ti vi mendja. Kushti i tretë në lidhje me namazin, sepse thash këto janë kushte për të gjitha veprat. Por për namazin, domethënë është at-tamyiz, sepse ka dallim pak në lidhje me çështje tjera. Tamyiz, domethënë mosha kur fëmia dallon. Domethënë dallon, ditë të dallojë dhe të kuptojë. Atëherë namazi i tij është i vlefshëm, është valid, domethënë edhe shpërblehet për të, por nuk e ka obligim. Domethënë për t'ju bërë obligim namazi dhe për t'u bërë obligim cila do prej veprave, duhet ta ketë arritur moshën e pubertetit ose pjekurisë. Por për t'u pranuar vepra, domethënë shikoni ky kusht, domethënë kusht që të jetë obligim duhet të jetë mosha e pubertetit. Por kusht që të jetë i pranuar namazi është mosha e dallimit, temyiz. Dhe ky temyiz, domethënë kjo moshë është mosha 7 vjeçare, kur fëmia fillon domethënë të kuptojë edhe di të synojë diçka, domethënë di të nisë një vepër për një qëllim të caktuar, edhe kur i sqarohet diçka dhe urdhërohet për diçka di ta kryej, domethënë atëherë është mosha 7 vjeçare, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Domethënë urdhroni fëmijët tuaj, këtu hyn edhe djemt edhe vajzat, pra urdhroni që ta falin namazin kur janë në moshën 7 vjeçare. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10, dhe rrihini nëse nuk falen kur të jenë në moshën 10 vjeçare, wa farriqu bainahum fil madaji, edhe atëherë ndani në shtretër, domethënë mos i lini të flenë bashk. Se nëse është fëmia në moshën 7 vjeçare, kur nuk dallon, domethënë nuk di ta dalloj niyetin edhe qëllimin e veprës së kështu me radhë. Edhe lapsi është i ngritur, pra te hadithi që tham se lapsi nuk shkruan për 3 veta, një prej tyre është fëmia derisa të arrijë në pubertet. Mirë po kjo ngritje e lapsit, domethënë kjo që nuk shkruhet për ta, është që nuk i shkruhen mëkatet. Edhe nëse bën ndonjë gabim ose gjuna, nuk i shkruhet derisa të ketë hyrë në moshën e pjekurisë ose të pubertetit. Përndryshe veprat e mira që i bën pas moshës 7 vjeçare, kur ditë të dallojë edhe ditë ta ketë qëllim, domethënë i shkruhen. Veprat e mira i shkruhen, kurse veprat e këqija nuk i shkruhen. Edhe si tham, namazi nuk është obligim për të në moshën 7 vjeçare, por është i urdhruar prindi ose kujdestari që ta urdhroj fëmin që të falet, domethënë sikur ta ketë obligim. Pra prandaj duhet ta dinë prind se nuk duhet ta marrin këtë arsyetim për fëmijët, të thonë se nuk e kanë obligim, edhe ndonjë namaz
t'i urdhrojnë të falen dhe një namaz mos i urdhrojnë. Por duhet në secilin namaz, sikur ta kishin pas obligim. Megjithëse fëmia, nëse nuk falet, nuk ka mëkat. Dhe ky urdhër, ka disa prej dietarëve kanë thënë, me që ne jemi të urdhruar, ti urdhrojmë fëmijët në moshën 7 vjeçare të falen, kjo do thotë se duhet të mësojmë namazin më herët. Do të thonë që në moshën 7 vjeçare të dinë ta falin namazin me gjitha kushtet që do t'i përmendim, do të thonë ta dinë avdesin, ta dinë shtyllat e namazit, ta dinë surën Fatiha për shembull, edhe diçka prej sureve, minimumi që është për të falur. Do thotë duhet të mësohen, edhe të merren edhe më përpara në xhami edhe të urdhrohen, do të thonë të nxiten të falen, por nga mosha 7 vjeçare urdhrohet, do thotë që ta fal namazin e plot. Pastaj, kushti tjetër, ka thënë wa raf'ul hadath, kushti i 4, do të thonë largimi i gjendjes së papastërtisë. Dhe kjo gjendje e papastërtisë është në 2 nivele, do të thonë papastërtia e madhe, që largohet me ghusl. Dhe ajo është papastërtia nga xhunublloku ose nga menstruacionet ose lehonia. Dhe, do të thonë, është obligim larja e gjithë trupit, ghusl. Dhe papastërtia e vogël, e cila largohet me marrjen e avdesit. Ka thënë Allahu i lartësuar, ja eyyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Do thotë ju që keni besuar, kur doni të faleni, kur ngriheni për të falur, atëherë lajni fytyrat dhe duart deri te bryllat. Fshiheni kokën dhe lajni këmbët deri te nyjet e këmbës. Domethënë ky është urdhër për avdes. Pastaj wa in kuntum junuban fatahharu. Nëse jeni junub, atëherë lahuni ose pastroni komplet. Domethënë kjo është këtu është përmendur papastërtia e vogël dhe papastërtia e madhe, edhe largimi papastërtisë vogël me avdes dhe largimi papastërtisë së madhe me ghusl ose me larje gjithë trupit. Dhe në vazhdim thot ajeti wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Domethënë nëse jeni në udhtim, nëse jeni të smur, domethënë që nuk mund ta përdorni ujin, ose jeni në udhtim dhe është vështirë të thotë që të gjeni ujë. Dhe dikush prej jush e ka kryer nevojën, domethënë e ka prishur avdesin, ose i keni prekur gratë, domethënë jeni xhunub dhe nuk gjeni ujë, domethënë këto raste që nëse je i smur ose je do thotë në gjendje që nuk gjen ujë, nuk mund të gjesh ujë, si për shembull në udhtim, dhe pa marrë parasysh sa bëhet fjalë për papastërtinë e vogël ose papastërtinë e madhe, atëherë ka thonë fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Atëherë gjeni, do thotë, dhë të pastër ose pluhur të pastër dhe me të fshini fytyrat dhe duart. Do thotë tejemumi është zëvendësim për ghuslin dhe është zëvendësim për avdesin. Do thotë në këtë ajet janë përmendur gjitha këto gjendje që do të thonë se është pastërtia, pra largimi i gjendjes së papastërtisë është kusht për ta fal namazin. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Do thotë nuk pranohet namazi i atij që ka kryer nevojë derisa nuk merr avdes. Dhe po ashtu ka thënë la tuqbalu salatun bighayri tuhur. Do thonë nuk pranohet namazi pa pastrim ose pastërti. Edhe ka thënë miftahu salatit tuhur, do thotë çelësi i namazit është pastrimi. Pastaj kushti i 5 është largimi i papastërtive ose ndytësirave ose fllitësirave. Dhe ky largim do të thonë duhet të jetë
largim i çdo pastërtie që është në vendin ku do të falet njeriu, ose është në rrobat e tij, ose në trupin e tij. Dhe ajo që u përmend te kushti i katërt është gjendja e papastërtisë, gjendja e trupit, dhe jo ndonjë papastërti konkrete. Kurse kushti i pestë është largimi i papastërtive konkrete, që mund të jenë në trup, do të thënë jashtë trupit, në mbi likur, ose mund të jenë në rroba ose në vendin ku do të falet. Dhe argumente për këtë janë fjalët e Allahut: wa thiyabaka fatahhir, do të thonë rrobat e tua pastroj. Dhe në një rast ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një vend në Mekë ose në Medinë, dhe ka parë aty dy varre, dhe ka thënë innahuma la yu'adhaban, do të thonë këta dy janë duke u dënuar. Dhe ka thënë wa ma yu'adhabani fi kabir, dhe nuk dënohen për diçka të madhe. Pastaj ka thënë bela, do thotë por ajo vepër e tyre është e madhe. Ka thënë kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi, do të thënë njëri prej tyre nuk ruhej ose nuk pastrohej, pra në këtë transmetim nuk ruhej prej urinës së tij. Kurse në transmetim tjetër wa kana akharu la yastanzihu anil bawl, do të thënë pra njëri prej tyre nuk pastrohej prej urinës. Që do të thonë se urina i ka rënë në rrobat e tij ose në trupin e tij, edhe për këtë shkak namazi nuk është pranuar, edhe për këtë shkak dënohet. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shumica e dënimit të varrit është për shkak mos pastrimit nga urina. Do thotë u përmend këtu që nëse është papastërtia në trup ose në rroba, gjithashtu në rroba është në hadith tjetër kur një grua ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka pyetur nëse gjaku i menstruacioneve është në rroba, si duhet të veproj. Ka thënë tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma, do të thonë e kruan me diçka për ta larguar atë papastërtinë e vrazhd, do të thonë ose atë që është trashur dhe është tharr. Pastaj e fërkon me ujë mirë, do të thonë që dalë edhe papastërtia që është brenda në rrobë. Thumme të ndahuhu, pastaj e shpëlan. Thumme të salli fihi, pastaj falet, mund të falet me atë rrobë. Që do të thonë se është obligim të largohet kjo papastërti nga rrobat. Gjithashtu në hadithin e njohur që ka ardhur një beduin edhe ka urinuar në xhami, edhe sahabët kanë reagu, kanë dashur ta ndalojnë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka ndaluar që të sillen me vrasësi. Pastaj i ka thonë, pasi ka kryer, do të thënë e ka edukuar atë, i ka thonë se kjo është xhami, është për ta adhuruar Allahun dhe nuk lejohet, do të thënë të bëhet në ta diçka tjetër përveç se dhikri dhe adhurimi ndaj Allahut. Pastaj ka thonë sahabëve të marrin një kovë me ujë dhe ta derdhin te vendi ku është ajo papastërti. Dhe këtu është argumenti për largimin e papastërtisë nga vendi në të cilin do të falet njeriu. Dhe në përgjithësi papastërtitë largohen me ujë. Mirë, po ka disa lloje, domethënë që në to zëvendësohet edhe largimi me diçka tjetër. Po, edhe një çështje tjetër në lidhje me papastërtinë konkrete, do thotë që është në trup ose në rroba ose te vendi ku falet. Nëse nëse njeriu ka harruar ose nuk e di se ka papastërtinë, atëherë si është gjendja e namazit të tij? Ka shumë prej dietarëve që kanë thënë se duhet ta përsërisë, mirë po, ajo që ndihmojnë më shumë argumentet, edhe është mendimi i shumicës dietarëve tabiinëve dhe të sahabeve, është që nuk duhet ta përsërisë. Do të thonë nëse njeriu ka një papastërti në rrobën e tij ose në trupin e tij dhe nuk e di që e ka, ose e ka ditur po ka harruar kur ka hyrë në namaz. Atëherë në momentin që i kujtohet duhet ta largojë nëse është brenda namazit. Por nëse e ka kryer namazin edhe del pa ju kujtuar ose pa e mësuar,
nuk ka nevojë ta përsërisë namazin dhe namazi i tij është në rregull. Dhe kjo ka ndodhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë duke u falur dhe i ka hequr këpucët, dhe atëherë sahabët që kanë qenë prapa tij kanë hequr edhe ata të gjithë këpucët. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ju shtyu ju t'i zbathni këpucët? Kanë thënë pasi të pam ty. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril atani fa akhbarani anna fiha qadara. Do të thënë më erdhi Jibrili dhe më lajmëroi se në këpucë kisha papastërti. Do të thënë, prandaj nga momenti kur e ka marrë vesh, do të thënë, i ka larguar dhe nuk e ka përsëritur namazin, por e ka vazhduar namazin. Kjo është sepse thonë ajo që është ndaluar, do të thënë nëse njeriu e harron ose nuk e di, pra ajo nuk e prish adhurimin që e ka bërë. Kurse ajo që është obligim dhe e ka harruar, ajo e prish. Për shembull, nëse hyn njeriu pa abdes në namaz, edhe pastaj i kujtohet, edhe qoftë edhe pasi ta ketë kryer namazin, i kujtohet se ka qenë pa abdes, atëherë duhet ta përsërisë namazin. Por një gjë si kjo që është e ndaluar të jetë, kur nuk e ka ditur, do të thonë, nuk pengon në ibadetin që e ka bërë, si ka thonë Allahu subhanahu wa taala në ajetet e fundit surës Al-Baqara, do të thonë, një fjalë që duhet ta thonë besimtarët, Rabbana la tu'akhidhna bima Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Do të thonë o Zoti ynë, mos na merr në llogari ose në përgjegjësi nëse harrojmë ose gabojmë. Pastaj kushti tjetër, kushti i gjashtë është satrul aura, do të thonë mbulimi i auretit. Që do të thonë mbulimi i asaj pjesë e trupit që është obligim të mbulohet dhe është e shëmtuar nëse duket ajo pjesë, edhe është e neveritshme, do të thonë ti duket ajo pjesë njeriut, dhe është pjesë që do të thonë njeriu i mençur turprohet prej zbulimit të asaj pjese. Do thotë kjo pjesë duhet patjetër të mbulohet në namaz dhe argument për këtë është fjala e Allahut ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Do të thonë o bijtë e Ademit, pra merrni stolit tuaja, do thotë rrobat tuaja, vishuni mirë për secilin namaz. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Do të thonë namazi i gruas që ka arritur, do të thonë moshën e menstruacioneve, pra nëse është në moshën e pubertetit, nuk e pranon Allahu namazin e saj përveç se me khimar, do të thonë me mbulesë që ja mbulon gjithë trupin. Aureti që duhet të mbulohet të burrat është pjesa e trupit nga kthiza deri te gjunjt. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ghatti fakhidhak fa innaha min al-aura." Do të thonë mbuloje kofshën sepse është prej auretit. Kurse gruaja e gjitha është auret dhe duhet e gjitha të mbulohet përveç fytyrës dhe suplakave, nëse është larg prej shikimeve të burrave të huaj. Por nëse ka burra të huaj, atëherë duhet ta mbulojë edhe fytyrën edhe duart. Kjo mbulesë, do të thonë mbulimi i auretit duhet bëhet me rrobë që nuk është e tedukshme, do të thonë që mos duket prapa aureti, sepse klëm se është aureti nga kthiza deri te gjunjt, por në namaz e kanë obligim t'i mbulojnë edhe supet. Edhe prandaj nëse e fal namazin vetëm me këtë pjesë, do të thënë nga kthiza deri te gjunjt, atëherë namazi është valid në aspektin e plotësimit të kushteve, por njeriu ka lënë diçka që e ka obligim ta bëj. Do të thënë është obligim ta mbuloj edhe supet, por nuk e ka bërë, do të thënë ka lënë një obligim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi ath-thawb al-wahid laysa ala atiqihi minhu shay. Do të thënë mos falet askush me një rrobë të vetme, pa pasur mbi supe asgjë.
Do thotë përveç nëse nuk ka njeriu, nuk ka tjetër rrobë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse pra shumica prej jush keni një rrobë. Nëse pra keni një rrobë, nëse është rroba e ngushtë, atëherë bëheni izar. Do të thonë që të mbulohet, izar i thuhet rroba që e mbështjell pjesën e auretit, do të thonë nga kthiza deri te gjunjt. Nëse është rroba e gjerë, atëherë bëheni atë lihaf, do të thonë i thuhet arabisht, që do thotë ta mbështjell gjithë trupin me të dhe t'i mbuloj edhe supet. Folëm për auretin e gruas, do të thonë gruaja e lirë e gjitha është auret, përveç fytyrës dhe duarve në namaz, nëse nuk është i pranishëm dikush prej burrave të huaj. Por nëse është rreziku ose dihet se do të shihet nga burrat e huaj, atëherë duhet ta mbuloj edhe fytyrën edhe duart. Kurse robresha, pra në kohën tonë nuk ka robresha ose sklave, por në rregullat e shariatit është se aureti i robreshës është si aureti i burrit. Pastaj tham kushti i 7 është hyrja e kohës. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna s-salate kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, do të thonë namazi është për besimtarët obligim me kohë të caktuar. Do të thonë se e ka kohën e vendosur dhe brenda asaj duhet falet. Nëse falet para kohë, besoj që të gjithë muslimanët e dinë se namazi nuk është i vlefshëm. Pra nëse e fal namazin e drekës në sabah ose para zenitit, do të thonë e fal para dite, pra e kuptojnë gjithë muslimanët se është i pavlefshëm. E njëjta vlen edhe nëse e lë namazin jashtë kohës pa ndonjë arsye shariatike. Thot prandaj, pra Allahu ka thënë se namazi është obligim me kohë të caktuar, të vendosur. Edhe ajo korniza e kohës duhet të respektohet. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar edhe në gjendje lufte, do të thënë edhe në betejë, pra ka rregulla për faljen e namazit që mos dalë jashtë kohës së tij. Përveç nëse është e pamundur, do të thënë që të falet. Kurse kur ka arsye shariatike dhe një prej tyre është shkaku i bashkimit të namazeve, do të thënë bashkimi i dy namazeve, që janë dreka me ikindin, mund të bashkohen dhe akshami me yatsin bashkohen në kohën e parë ose në kohën e dytë. Do të thënë kjo është e ligjshme me arsyet shariatike, si janë udhtimi ose shiu ose ndonjë çështje që lënia e bashkimit e bën tepër të vështirë kryerjen e namazit. Përndryshe, do të thonë duhet falet në kohën e vet. Edhe gjithashtu argument tjetër prej ajeteve është fjala e Allahut: "Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr." Do të thonë falë namazin nga animi i diellit, që do të thonë hyn animi është animi nga zeniti, duke kaluar në perëndim, do të thonë fillon dielli ta marrë drejtimin e perëndimit në pas zenitit në drejk, dhe gjithashtu animi, do të thonë duke kaluar gjysmën e kësaj rruge që hyn koha e iqindis. Ila ghasaqil layl, do të thonë deri në hyrjen e natës, do të thonë që është pas perëndimit diellit koha e akşamit dhe pas humbjes së dritës së kuqe është koha e yatsis. Wa Qur'an al-fajr, edhe lexo Kur'an, do të thonë më shumë në namazin e sabahut. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, se Kur'ani, do të thonë në namazin e sabahut është i dëshmuar nga melaiket. Do thotë secili namaz ka kohë të caktuar, sepse ka ardhur Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe i ka falur namazet bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një ditë ka ardhur në kohën e parë dhe ditën e dytë ka ardhur në kohën e dytë, në kohën e fundit, domethënë fund kohës të secilit namaz. Pastaj ka thonë namazi është mes këtyre dy kohëve, dhe hyn koha e drekës dhe vazhdon koha e drekës derisa të bëhet hija e secilit trup sa gjatësia e trupit. Dhe në atë moment hyn koha e ikindis, e cila vazhdon deri në fillimin e perëndimit të diellit.
Do thotë këto janë dy kohët që janë të ngjitura. Domethënë koha e drekës kur përfundon fillon koha e ikindis. Dhe koha e akşamit fillon kur të përfundoj perëndimi i diellit dhe vazhdon derisa vazhdon drita e kuqe në perëndim. Dhe kur humb drita e kuqe në perëndim, atëherë fillon koha e yacis. Koha e yacis vazhdon ka, domethënë, ihtilaf deri kur mbaron koha e yacis. Një grup i dietarëve thonë se mbaron në mesnat. Dhe disa dietarë të tjerë thonë se koha e yacis vazhdon deri në daljen e agimit, domethënë deri kur hyn mëngjesi. E gjitha kjo është kohë e yacis. Prandaj dhe duket se kanë argument edhe ky mendim i dytë, por njeriu duhet të mundohet mos e lër yacin që të arrijë mesnata. Domethënë ta fal para mesnate. Por edhe nëse nuk e fal para mesnate, nuk është e tmerrshme, domethënë se inshallah ka kohë deri në namazin e sabahut. Këto do thotë janë kur hyn dhe kur mbaron koha. Dhe për namazin e sabahut, fillon namazi i sabahut kur del drita e parë e agimit vërtet, domethënë drita prej të cilës fillon dita dhe vazhdon koha e namazit deri në fillimin e lindjes së diellit. Domethënë mes këtyre dy kohëve. Këto janë kohët e namazit. Për të gjitha namazet është e preferuar që të falen në fillim të kohës. Domethënë kurdo që i fal njeriu, i ka fal brenda kohës vet. Mirpo, më e preferuara është që sa hyn koha ta falë namazin, përveç ajo që është përmendur për namazin e drekës, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kur të jetë vapa e madhe e verës, atëherë të lihet, të shtyhet pak namazit derisa të thyhet ajo vapa e fuqishme, sepse ka thënë ajo vapa është prej frymës së xhehenemit. Kurse gjithashtu edhe për kohën e yacis, preferohet që të shtyhet më vonë, domethënë deri para mesnate, përveç nëse ka vështirësi, do thotë për njerëzit, atëherë falet në fillim sa hyn koha. Kurse ikindia është, si thamë, treguam kohën, mirë po ikindia duhet falet përderisa dielli është i ngritur edhe është i bardhë, nuk ka filluar të skuqet. Se kur fillon të skuqet, atëherë nuk është kohë shumë jo e preferuar për ta lënë ikindin, domethënë pa ndonjë arsye. Pra, përmendet se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka falur ikindin kur ka qenë dielli lart, domethënë edhe ka qenë i bardhë dhe i pastër. Pra nuk ka filluar të skuqet ose të përzihet ngjyra e tij. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për ata që e vonojnë namazin e ikindis derisa të afrohet perëndimi i diellit, domethënë kur skuqet dielli, ka thënë tilke salatul munafiq, domethënë ky është namazi i munafikut. Yajlisu yarqubu ash-shamsa hatta idha kanat bayna qarnay shaytan qama fa naqaraha arba'an la yadhkuru Allah fiha illa qalila. Do thotë munafiku e shikon diellin derisa kur të arrijë dielli mes brinjve të shejtanit, atëherë ngrihet edhe si thuhet çukit, domethënë si pula ushqimin, i fal 4 rekate shpejt, domethënë pa u përqendruar në namaz dhe pa e përmendur Allahun përveç se pak. Pastaj kushti tjetër është ose kushti i 8, domethënë është kthimi në drejtim të kibles. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala për këtë çështje, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Do thotë ktheje fytyrën në drejtim të Masjidul Haram, domethënë në drejtim të Qabes. Dhe kudo që të jeni, kthehuni në drejtim të Qabes për ta falur namazin. Dhe në hadith që e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një person që nuk ka ditur të falet ose është falur keq, i ka thënë idha qumta ila salati fa asbigh alwudu, domethënë kur të çohesh për të falur,
plotsoje avdesin të plot, thumma staqbilil qibla fakabbir. Pastaj ktheu në drejtim të kiblës dhe merr tekbir. Namazi nëse falet në drejtim tjetër jo të kiblës, për njeriu që ka mundësi dhe nuk ka ndonjë arsye, atëherë namazi i tij është i pavlefshëm. Do të thonë, pra ky është kusht dhe kushti do thotë duhet patjetër të plotësohet. Kurse arsyeja mund të ketë një njeri që është në vend huaj dhe nuk e di drejtimin e kiblës. Nëse mundohet ta gjejë kiblën, edhe përpiqet me atë që ka dituri dhe mendon se është në një drejtim, falet në atë drejtim, atëherë namazi i tij është i plot edhe nëse e ka gabuar kiblën. Edhe nëse më vonë e merr vesh se ka pas gabim kiblën, mendimi më i saktë është se nuk duhet ta përsërisë namazin, sepse është munduar dhe e ka bërë atë që ka pas mundësi dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë wattaqullaha mastata'tum. Do të thonë, ruhuni dënimit të Allahut sa të keni mundësi, sipas mundësive. Për kiblën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është falur në Mekë, e ka pas obligim që të falet në drejtim të El Masjidul Aqsa dhe është falur gjithmonë mes shtyllave, domethënë të gurit zi dhe Ruknul Yamani. Domethënë, përndryshe këtyre i thuhet kësaj pjese i thuhet mes dy shtyllave, sepse pjesa tjetër është rrethore, domethënë e Qabës, kurse këto dy shtylla, që është shtylla ku gjendet guri i zi dhe shtylla ku është që quhet shtylla e Yemenit, domethënë ose Ruknul Yamani. Do të është falur aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë në drejtim të Mesjidul Aqsa dhe e ka pas përpara Qabën. Domethënë sa ka qenë Mekë. Mirë, po kur ka shkuar në Medinë, do thotë Medinja është mes Kudsit dhe Mekës. Edhe nuk ka mundësi që t'i ketë të dyja përpara, domethënë ta ketë edhe Qabën edhe Mesjidul Aqsa, dhe prandaj ka vazhduar të falet në drejtim të El Mesjidul Aqsa. Dhe kjo ka qenë, domethënë, dhe mësuri edhe përmallim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta ketë drejtimin ka xhamia të cilën e ka ndërtuar Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Dhe kështu ka vazhduar 16 ose 17 muaj pas hijretit, domethënë në Medinë, është falur në drejtim të Kudsit, që i bie domethënë se ka pas shpinën në drejtim të Mekës. Dhe vazhdimisht ka pas dëshirë që t'i vijë urdhri të drejtohet në drejtim të Mekës, dhe pastaj Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur këtë ajet që thotë qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Domethënë e shohim kthimin e fytyrës tënde ka qielli, vazhdimisht domethënë duke prit të vijë shpallja, dhe ka thënë do të japim një kible që me të cilën je i kënaqur, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, domethënë ktheje fytyrën në drejtim të al-masjid al-haram, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu, dhe kudo që t'jeni kthejni fytyrat në drejtim të al-masjid al-haram. Drejtimi ka kibla ka dy gjendje, do të thënë nëse njeriu e sheh Qabën, është afër dhe e sheh, atëherë e ka obligim që drejtohet në drejtim të brendësisë të Qabës. Do të thënë ta ketë Qabën direkt në drejtimin e tij. Por nëse është, dhe në këtë rast, nëse lakon ka Qabja, qoftë edhe nga Qabja lakon, do të thënë, qoftë edhe pak, namazi i tij është i pavlefshëm. Dhe në rastin tjetër, nëse njeriu është larg prej Qabës, do të thënë nuk e sheh me sy, atëherë e ka obligim drejtohet në atë anë. Edhe nëse nuk e qëllon direkt Qabën, edhe ka gabuar për pak, do të thënë nuk ka përgjegjësi ose nuk ka obligim, do të thënë që ta qëlloj direkt Qabën nëse nuk është duke e parë, por vetëm anën e saj. Edhe kjo me ixhma, do të thënë, gjithë dietarët janë të pajtimit se nëse safi që është larg Qabës, nëse është më i gjatë, mund të jetë disa herë më i gjatë se sa është Qabja,
edhe është safi i drejt, do të thënë padyshim se dikush është në drejtim, dikush është në, do të thënë dikush është direkt kaçabja, dikush është në atë drejtim, por jo direkt. Por me ixhma do të thënë se lejohet ky saf, do thotë i drejt edhe nëse është më i gjatë se çapja. Dhe kur nuk ka mundësi ta di drejtimin, si tham, është mundohet do të ta qelloj dhe nëse e gabon nuk e përsërit namazin, siç transmetohet nga Amir ibn Rabi'a radhiyallahu anhu, thotë se kemi qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim në një natë të errët dhe nuk e dinim nga është kibla. Kështu që disa njerëz prej nesh u falën secilin vete dhe secilin drejtim tjetër, duke menduar se është kibla në atë anë. Dhe në mëngjes ja përmendëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë zbriti ajeti fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Do të thonë ngado që të ktheheni është fytyra e Allahut. Dhe do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk I ka urdhëruar që ta përsërisin namazin. Po ashtu kur ka ndryshuar kibla, do të thonë kjo që e përmendëm, kur ka ardhur urdhri për kthim ka Mekka dhe u ka shkuar lajmi njerëzve që kanë qenë duke u falur në Mesjid Quba, atëherë ata janë kthyer duke qenë namaz. Do të thonë janë kthyer në drejtimin tjetër dhe nuk e kanë filluar namazin nga fillimi. Edhe gjithashtu nuk ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta përsërisin namazin, megjithse urdhri për ndryshimin e kibles ka qenë para se ta fillojnë ata namazin. Tjetër kur lejohet mos jetë njeriu nga kibla është nëse fal namaz nafile në mjetin e udhëtimit. Do thotë nëse është në mjet udhëtimi dhe kur të falë namaz nafile, atëherë lejohet falet në atë drejtim ka është duke shkuar mjeti udhëtimit. Transmetohet nga Xhabiri radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falej në kafshën e tij, do të thënë mjetin e udhëtimit, ngado që drejtohej. Pra nuk ka problem nëse I fal nafilet në këtë mënyrë. Pastaj kushti I 9, ka thënë autori rahimahullah, an-niyya. Do thotë siç e dim niyeti, do thotë ose qëllimi dhe synimi. Niyeti, pa niyet nuk pranohet asnjë vepër, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, do të thonë veprat vlerësohen sipas niyetit. Dhe niyeti është qëllimi I zemrës, synimi ose vendimi I zemrës. Dhe me niyet dallohen shumë çështje me rëndësi. Në radhë të parë, dallohet a është kjo vepër adhurim apo është vepër apo punë e rëndomt. Për shembull, siç është larja, për shembull gusli, thotë nëse njeriu lahet për të freskuar, për shembull, dhe nuk ka synim ibadetin, nuk ka synim pastrimin nga xhunullëku, atëherë, do të thonë kjo larje është larje e rëndomt, kurse kur e ka qëllim do thot largimin e xhunullëkut, atëherë është larje që është ibadet. Do të thënë njëherë niyeti e dallon vepra është vepër e zakont ose është vepër që me të cilën njeriu e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Pastaj e dyta, dhe kjo është më e rëndësishmja, lidhe me ibadetin. Niyeti e dallon tauhidin nga shirku. Do të thënë si folëm më herët, me zemër njeriu dallon a është duke adhuruar me atë adhurim Allahun apo dikën tjetër, Allahun e rujt. Edhe prandaj kjo vepër vlerësohet sipas niyetit. Nëse është për dikën tjetër, Allahu ka thënë taraktuhu wa shirkuhu, do të thënë e braktisat dhe shirkun e tij. Dhe gjithashtu niyeti e dallon veprën a është obligim ose cili obligim është, do të thënë me niyet e dallon a je duke falur drekën apo ikindin apo akşamin apo yatsin, apo gjithashtu e dallon edhe a je duke falur obligim ose nafile. Do të thënë është ky namaz vullnetar ose namaz që është I obliguar, do të thënë gjitha këto I dallon niyeti.
Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, do të thënë veprat vlerësohen sipas niyetit. Do të thotë në gjitha këto aspekte që i përmendëm, vlerësohen sipas niyetit dhe në veçantë çështja e dedikimit dhe kushtimit të pastër ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjitha këto i bën niyeti. Dhe Allahu ka thënë wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Do të thotë nuk ishin urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me kushtim të pastër dhe të plot të gjitha adhurimeve vetëm ndaj atij subhanahu wa ta'ala. Prandaj nga kjo e kuptojmë ku e ka vendin niyeti. Thotë nëse pra niyeti është qëllimi, synimi ose vendosmëria, vendimi i zemrës. Dhe shqiptimi i niyetit me gojë nuk ka asnjë bazë në argumentet e shariatit. Nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë bërë sahabët. Do të thënë nuk ka asnjë bazë në fenë e Allahut dhe thënia e niyetit me gojë është bidat dhe është punë shumë e palogjikshme. Do të thënë është e çuditshme që njeriu të vijë të thotë pra i drejtohet Allahut subhanahu wa taala, e vendosa që ta fal namazin e drekës 4 rekate në xhami me xhamat, ju drejtova kibles e kështu me radhë. Domethënë kjo nuk ka bazë në fenë e Allahut. Ka përmend një prej shujukëve, ndoshta kemi përmendur edhe tjetër herë, që e ka dëgjuar dikant duke thënë kështu, edhe i ka thënë nuk e bën niyetin e plot. Ai ka thënë pse? Thënë se nuk tregove datën edhe orën. Domethënë, prandaj kjo nuk është e saktë, do thotë në fenë e Allahut. Pse është nevoja që njeriu t'i tregojë se sa do të fale, a është kthy ka kibla ose jo? Domethënë, këto çështje janë në zemër. Prandaj, domethënë vepra duhet që të pranohet, të jetë e pastër me niyet, domethënë me niyetin e pastër për Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe të jetë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se njeriu nuk mund t'i afrohet Allahut me vepra që i shpik vet nga mendja, por i afrohet Allahut me ato që i ka bërë Allahu të ligjshme. Vetëm me ato që Allahu i ka bërë të ligjshme. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men amala amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Do të thënë kush bën një vepër që nuk është sipas urdhrit ton, ai është i refuzuar dhe nuk pranohet vepra e tij. Prandaj kur njeriu bën bidat, nuk ka shpërblim për atë vepër, por ka dënim për shkak të shpikjes dhe shtimit në fenë e Allahut. Pra këto ishin kushtet e namazit që duhet t'i di, edhe t'i di njeriu përmendsh, edhe t'i di t'i radhis. Dhe është prej bukurive të kësaj feje dhe diturisë që i dim në këto çështje, pra muslimani duhet t'i di edhe t'u mësoj fëmijëve. Do të thënë duhet t'i di këto 9 kushte që janë islam, aql, do të thënë mendja, mençuria, mosha e dallimit, pastaj largimi i gjendjes së papastërtisë, largimi i papastërtive ose ndytësirave, mbulimi i auretit, hyrja e kohës, drejtimi në drejtim të kibles dhe niyeti. Gjitha këto janë që duhet të plotësohen para fillimit të namazit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.